mendoj se ishte një ndeshje e vështirë qysh në fillim, ne e dishim që kishim të bëjmë një kundërshtar shumë cilësor, edhe u jena përgatit mjaft mirë mendoj. Mendoj që bëm një ndeshje të mirë, me epizoda normalisht, por që arritëm të bëjmë gol i cili ishte shumë i rëndësishëm për neve, por mendoj që futbolli ka këtu, mendoj se ishte edhe punë fati kjo që në sekondat e fundit pësojmë gol, por ne duhet jemi me kokën lartë sepse kena bën një ndeshje shumë të mirë mendoj. Mendon që në një mas në fund pjesës parë na çekuilibroi pak dëmtimi Arbin Zinullajt, sepse gjithë skuadra shkoi me mendje të aj, më pas shoqërzoti gjithçka ishte okay, por sigur humbëm pak ekuilibrin. E vërtet, mendoj se pak na çekuilibroi ajo puna e Arbinit dhe shoqërzotit është mirë, edhe i uroj shumë regenerim të shpejt, shpresoj që sa më shpejt kthehet bashkë me neve, sepse është një lojtar shumë i rëndësishëm për neve normalisht. Ky rezultat, mënyra si luftuam dhe natyrisht pavarësisht që sfituam, por edhe nuk u mundëm nga një kundërshtar goxha i fortë, është mënyra besimi publiku, ne dhe të gjithë që karakterizojnë ngjyrat kuqezit tregojnë që Shkëndija ka forcë dhe mund ngritet akoma më shumë. Ne këtë kemi treguar edhe më përpara, sepse kemi mundur kundërshtar shumë cilësor, mendoj që ndoshta më cilësor se sa skuadra që luajtëm sot. Dhe normalisht që ne punojmë çdo ditë që të jemi edhe më të mirë dhe shpresoj që të vazhdojmë me këtë ritëm sepse jemi okay. Tash do të kthehemi në kampionat sepse kampionati është gjithçka për neve në këtë moment. Duhet gjitha forcat t'i çojmë atje dhe të mendojmë për ndeshjen e radhës. I lumtur personalisht goli i tretë në Europë, ndoshta të prishën pak atë punën e statistikave sepse herë e parë që ti shënon dhe nuk fitojmë. Normalisht jam i lumtur për golin, por do ishte më e bukur nëse do fitonim, por sido që të jetë normalisht i lumtur.